Atë që nuk e bëri populli shqiptar me votën e tij të lirë, e bëri natyra duke na diskredituar të gjithëve. Shqipëria në ferr. Kur pash videot nga Sokol Karuli në gjirokasën time, që edhe atje shembull e përmbytur, imagjinoni qytetet Këneta. Ishte i keq Enver Hoxha, po i thau ca Këneta. Me dhunë, me vrasje, kishte kanalizime. Po këta, me këto miliarda investime, çfarë kanë ndritur? Ky është mësimi i më spektakolar që natyra na ka hedhur nga koka te këmbët duke na përmbytur qytetet dhe shtëpitë. Jemi një popull që nuk e meritojmë lirinë dhe demokracinë. Gjithë ato kulla, rrugë, fasada e aeroporte dolën sigurisht si tigri për letre, sepse mjaftoi një shi dhe dolëm të gjithë në anarki. Kush do ta bëj vallë një inventar të dëmeve apo të vjedhjeve që janë bërë për ato miliarda euro investime nëse do të ishin bërë normal. Shikoni Hollandën, 70% në ujë, s'mbytet ndonjëherë. Shikoni Belgjikën, kanë 145.000 km rrugë, 31.000 km është, 4 vjet pa qeveri, nuk mbytet gjë. Po ne që kemi bablokun ton, piktorin ton me zegjinen, që këto me Sara Milen, Zoti i madh. Dash Zoti, nuk bjen në tërmet tjetër apo ndonjë shi, se ai uji që ka hyrë në themelet dhe ato tërmetet që kanë rënë një pas një, vetëm sa e kanë lodhur pikërisht ato ndërtimet e bukura nga jashtë, po nga brenda të kalbura, mirë shqiptarët se ku jetojnë, apo dhe turistët që investojnë dhe duan të blejnë shtëpi. Mos harroni se ata janë një treg shumë i madh. Me këto që shikojnë, do të rigjen pas. I të mirët.